Me titullin domethënës bashkëbisedim me Nën Lokën, piktori nga Kaçaniku i Kosovës Fetah Shehu ka hapur ekspozitën e tij në Galerinë e Arteve Oda Shkodër me punime që kryesisht i përkasin luftës së viteve 1998-1999 për çlirimin e Kosovës nga okupatorët serb. Ndërkohë që në malet e Kosovës luftonte ushtria e çlirimtare e Kosovës e mbështetur nga NATO, qindra mijëra shqiptarë të Kosovës përndiqeshin dhe dëboheshin me dhunë nga regjimi i Miloševićit, duke lënë pas vatrat e tyre për të ardhur në Shqipëri. Pikërisht skena të tilla dramatike, piktori i Kaçanikut Fetah Shehu i sjell nëpërmjet artit të tij në pikturë. Siç po shihni në pikturat e mia, ka disa shembull lëvizje nëpër trene, disa lëvizje nëpër kamiona, nëpër traktora të ndryshëm, disa lëvizje nëpër burr, në kohë të ndryshme. Edhe kjo pikturë unë zakonisht i kam bërë për me përçu mesazh të shqiptarët pak më shumë, me ditë pak historinë e tyre dhe vendin e tyre se çka ka përjetuar një gjenerat më herë, edhe pse unë nuk e kam përjetuar kohën e luftës. Jam 24 vjeç tani, po është ajo zymësia e njerëzve shqiptarëve që kanë përjetuar gjatë kohës luftës, kam bërë pak me tërheq më shumë edhe me shfaq, mund të thonë atë fuqinë time artistike me shfaq në pelhur, edhe me nxjerr disa karaktere shumë interesante, edhe për me bëni diçka që mos më harroj historia e Kosovës, më përçu një mesazh pak të rinjit. Ndërsa presidentja e Galerisë Oda, Rozafa Shpuza, thotë se kjo ekspozitë është shumë domethënëse për tematikën e një kohe të vështirë që ajo përçon në breza. Ka një realitet, ka një histori që na kur nuk duhet me harru. Artisti është një djalë i ri, po shumë i talentuar, edhe qëllimi që unë kam dashur qysh në fillim, qysh në kryet herës që e kam hap këtë ekspozitë, këtë galeri është që në Shkodër, në Galerinë Oda, të vinë gjithmonë artista të ri. Ky djalë i ri, Fetah Shehu, vjen për herë të parë në Shkodër edhe hap ekspozitën e tij. Është një ka hap në vendlinje, të dytën po e hap këtu. Dhe kjo në këtë vrull që po ka Shkodra, është shumë mirë që edhe arti me parapri turizmit edhe jetës më të gjallë që bën qyteti. Atë dhe dashuria, qëndresa, dhimbja, besimi dhe shpresa përçohen me një realizëm emocional dhe ngjyra nga këto punime që i përkasin kujtimit të paharruar dhe të lavdishëm të luftës për çlirimin e Kosovës, si dhe përçojnë një mesazh të fuqishëm për historinë tonë.